E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të cilur pran jush uratën e Luizellit për vitin 2026. Ashtu siç vetëm Luizi di të bëj, ashtu siç vetëm Luizi di të na dhuroj emocione, Luizi ka ndarë me ne urimet e këtij viti. Në fakt është i veçantë në të gjitha format e tij. Unë para se të sill këtë video dua ta falenderoj një herë për surprizën e bukur që na bëri ditën e djeshme, të reklamës së madhe të filmit, do me thënë filmi është i quajtur Loja e fundit, një film i cili tani në muajin shkurt, do me thënë muajin tjetër, do të jetë pranë nesh, do të jetë në kineman Cineplex, besoj që do të jetë edhe në Prishtinë dhe në Shkup dhe në diasporën e madhe, atje ku fansat janë të zjarrt Luizit edhe duan të ndjekin çdo hap të tyre, dhe nata e mbrëmshme nuk do të kishte arsye në qoftë se Luizi nuk do të uronte në mënyrë të veçantë vitin e ri. Ai mbrëm ka performuar në qytetin e Elbasanit, por me patjetër që orët e para apo darkën e vitit të ri ai e ka ngrënë së bashku me familjen e tij, me Kiarën, me zonjën Anxhelin, e cila udhtoi nga Shtetet e Bashkuara enkas për të qenë në festat e fundvitit pranë familjes dhe njëkohësisht edhe me të gjithë shqiptarët. Luizi në mënyrë shumë të ndjeshme uron të gjithë shqiptarët pa dallime, por e veçanta e këtij urimit është sepse Luizi edhe në ditët e bukura, edhe në këtë fundvit nuk haron nënat e azilit, nuk haron fëmijët jetim, por nuk haron edhe ato njerëz të cilët vitin e ri e kalojnë në rrugë edhe në çadra. Ndiqni videon që Luizelli ka uruar vitin e ri. Sot është një natë gëzimit, festet, urimit, për të falënderimit, dhe unë duhet të falenderoj gjithë ato që më kanë qenë besnik, jo vetëm kur kam pas dritë, por edhe kur kam pas tërë. Gjithashtu duhet të falenderoj ata që ma kanë dashur lunën dhe vazhdojnë më dojnë, si me kanë gjaku i tyne, si me kanë bija tyne. Zoti ju bekoft tande. Du të uroj edhe ata që sot janë naziv, që s'ka kush i përqafon, fëmijët që janë jetimore, që s'ka kush i urën, edhe ata që flenë rrugëve në trotuarën këtë ftoftë që nuk e dinë çfarë do të thonë fest. Gjithashtu gjithë polic, doktor, infermierët që sot janë nga dishmëri jo për fest, por për sigurinë e qetësinë tonë. Dijeni që nuk jeni vetëm, lutjet dhe zani janë me ju. Nëse kjo video ju ka ngrohur sa do pak, atëherë ja ka vlerë. Zoti ju bekoft, gëzuar gjithëve, sa më mirë mot inshallah zot vitin tjetër.